Me një maj në festin e Shën Jozefit Punëtor në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë është kremtuar me solemnitet mesha e shenjtë që shënon hapjen e muajit të kushtuar Zojës së Bekuar. Mesha u kremtuan nga Imzo Gjeshmeta, i pesh i Reshenit dhe njëkohësisht kryetari i Konferencës i Peshqvorëve të Shqipërisë, i cili në fjalën e tij ndau një mesazh të thellë mbi figurën e Shën Jozefit si model i punës së ndershme, për ulësisë dhe besimit të palëkundur në hyjin. Kjo është një kish kushtu Zojës së Këshillit të Mirë. Zoja e cila jep këshill të mirë, këshill të vlefshëm. I jep këshill shërbitorëve kur thot bani atë që t'ju thot Jezusi. Mungon diçka dhe Zoja ndërhyn. Edhe mund ta pyesi veten, çfarë na mungon sot? Sigurisht i themi Zotit faleminderit për çka kemi. Por edhe pyesim çfarë na mungon sot? Çfarë mungon familjen time? Çfarë mungon në shoqërinë time? Çfarë mungon në shoqërinë shqiptare? Çfarë mungon sot në botë? E duke lidh me Shën Jozefin Punëtor, mund të themi se mungon shumë gjëra. Mungon puna për shumë vend. Prandaj shumë nga 33 tona detyrohen me marrë rrugë. Me hik. Me tha katunit e me tha qytetet e me tha dhe shtëpiat e familjet. Sa për ju që kanë fëmijë tashma jashtë shtetit e nuk i shihni me muje, sepse këtu mungon puna. Mungon puna e paguar mirë. Për çfarë kemi nevojë? Kemi nevojë për paqe. Paqja e cila është të cënuar në gjithë botën. Është të cënuar edhe këtu ke ne. Po i shohim vrasjet që ndodhin për ditë për shkak të krimit. Na mungon transparenca, shohim se si shpeshherë plaga e rëndë e korrupsionit i han shpirtin shoqërisë, ekonomisë. Gjithnjë dhe më shumë shkojnë drejt një prirje për me dobësu familjen nëpërmjet ligjesh që aprovohen, nëpërmjet teorish ndryshme, me dobësu familjen. Familjen e mbështetur mbi martesën burr, gru, fëmijë. E çfarë bëjmë ne krishterë? Cili është roli ynë? Cila është detyra jonë? Ne kemi Krishtin dhe me të, ne mundemi me qenë faktor zhvillimi dhe shndrrimi, në mënyrë që bota të ketë vënën e gëzimit dhe të paresë që vjen nga Zoti. Hapja e muajit të maj në Bazilikë shënon fillimin e një kohe të veçantë lutje kushtuar Zojës së Bekuar, ku besimtarët janë të ftuar të afrohen më shumë me hyjin përmes ndërmjetësimit të saj amnor.